amerikan nëpërmjet një postimi në Twitter ka raportuar se Berisha si ka rënë non grata dhe mund të udhtojë në SBA. Çfarë mendoni për këtë? Në asnjë mënyrë, ato janë pallavra që nxjerrin njerëzit. Amerikani po të bëni non grata nuk fut në shtetë. Ka rregulla amerikani, nuk është amerikani ashtu si mendon ti. A mund të hiqet përpara Berishës non grata? Në asnjë mënyrë nuk e hiqet. Se Nëse ka bë dëmë që nuk e hiqet. Ja po të them unë çfarë dëmësh ka bë. Do t'i dish, patjetër. Saliu ka prish të gjithë punën që ka bë Brezim, duke fillu që ka armatimi. Mos përmesim tanke, topa, aeroplana, raketa, gjitha, ku në një kohë, ku nata thot armatosi. Po çfarë armatosi në të shikë? Po në 50 vjetë ne, unë që më shep këtu, 50 vjetë. Kena bë bunkere, kena ble tanke, kena ble raketa, kena pushka, aeroplana, gjithë. Kuj kesët? Ka bë dhe zarare të tjera, gërdecin. Ka bë dhe zarare të tjera, 21 janarin, akoma në pjesë bulu. Duke thonë, jo Labire Bulevarti, prokurorës përgjithshme, jo Bamir Topi që ishte president, duke ama të kiqen. Unë nuk e di këj popull se si mund votoj për një njëri që është në gradë. Nuk më rëbodha Saliu, si kur i 100 vjetë në nëjtë e dirama aty kryeministër, i 100 vjetë e ke kryeministër. Më rëbodha një njëri në gradë që e ba Anglezi që superfuqi në Evropë, Amerikani që superfuqi botërore. I di vetë të gjona të je gazetare. Na falë që se dru mërzit e ti. Jo. A je e bindur? Nëse do hiqej non grata, si do t'i konto në rezultatin e zgjedhjeve? Ko djo se qatë zjerin këta ka marrë 6 milion euro, kush janë dha 6 milion euro ati në Amerikë, më vla, Amerikanës qepin cigarit dhe honi, pëse? Ne e kina morë Bekerin, se ti s'ke pas lera atë konoshta, ose ke le nuk e di, që në prake, dyri ke kërënjën në arshtu ke bulevarti, le pull Bekerin që të rëzoshim komunizmin. Besohet ty, nuk besohet. Ju keni qenë pjesë Të pull jo Bekerin për makinën, se s'na lejtë kush me pull Bekerin për makinën të e pull mrapa. E ke parasysh, ku e puni mrapa, më tha, po t'japin 6 milion dollar, tha. E qa ishte për Shqipërinë 6 milion dollar që tha aja, si gjas ishte. Me gjitha ta e nga ka një mune, në pikpamjen e përgjithshme botërore. Nga ka një mune. A mendoni që Berisha mund t'i fitoj zgjedhjet? Në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë. Lejës është thonë ta i fito si fito. Në asnjë mënyrë. Sikur t'jeli miliarda Berisha, edhe bila ai lajmi që ka dalë që në morë 6 milionera, qeveria jo duhet të interesohet, ta hi burimin, janë marrë me gjithmena, pa janë gojdhana. Që se janë marrë me gjithmena, ku janë marrë, qush janë marrë, kush i ka paguar. Faleminderit. Gjithë mira, kalosh. Berisha mund të udhtojë në SBA. Çfarë mendoni për këtë? Po le të udhtojë, çfarë problemi ka? A është ky hapi Ka një problem për rritjen ekonomike, për rritjen e pensionit, që dash shkojnë, dash mos shkojnë. A është ky hapi i parë për të hequr non grata? Po, nuk e di e di politika amerikane. Dhimbje gjën. Është e sigurt kjo, ky lajm apo Postimi është i sigurt. Burda? Postimi i gazetarit amerikan është i sigurt. sipas gazetarit amerikan? Po le të hiqet, ato din. A mendoni se do të ndikojnë rezultatin e zgjedhjeve? Po sigurisht. Do të ndikon sa të pak. E favorizon Berishën? Po mo dhe mund ta favorizoj, sepse ai është dënuar nga Departamenti Amerikan për korrupsion. Që pse i hiqet non grata do të thotë s'ka bërë korrupsion. Faleminderit. Një gazetar amerikan ka raportuar se Berisha si është rrëzuar non grata. Ja, më s'ma merr mendja. Edhe mund të po, thojë aje, SBA. shiko, Nuk është hequr, prit e prit. është rrëzuar dhe mund të thojë Shiko. SBA. Po aje do më thellë atë. Është kot që jeton ai këtu tani. Kot, ai është i ka ikur koha atje, si puna ime, iku unë kam mbaruar unë tani dhe ai ka mbaruar. Prandaj nuk është për
Partia Demokratike të kishte vënë një kryetar tjetër, do ishte e mrekullueshme, po me Saliun nuk Nëse shkon. fiton PD-ja dhe rrihet një kryeministër Nuk tjetër. fiton. Ja ta them unë nuk Jo fiton. Berisha kryeministër, një tjetër. Po të ishte një tjetër po. Do ta mirëte Partia Demokratike. Edhe unë isha me te. Po me këtë heqjen e nëngratës, me këtë rrezimin. Nuk e Nëse heqin. Po favorizohet nuk e Berisha. heqin. Po ja dhe ja hoqen, po që ato i 84 vjeqe, dashi do bëjmë neve tani. Ne tani e kemi punën Kush është një figurë e re që ju e shikoni si kryeministër të ardhshëm? ku të Partia Demokratike. Po te Partia Demokratike, te këto partitë e vogla, Këto, ose te PS-ja. shiko, këto që janë këto të vogla, këto janë kot për të prish punë atyre të mëdhave. Janë këta. Janë kot, ato janë për të marrë vetëm të marrën rrogën për kapriqo. Edhe kjo punë e tja, dhe Saliu vuan vetëm për posë, e kupton. Kush është kryeministri ideal për ju? Shiko, unë për vetë time nuk jam as me një parti, kupton, unë jam drejt punëtor, punoj tash. Më mirë do të ta marri Rama se sa Saliu. Po të ishe në këmbë Saliu, një tjetër, unë jesha pro, do Po votonja pra ju për pyeta atë. një tjetër që ju mbush mendjen përveç Saliu të PD-ja, apo vetëm Rama ju duket ideali? Rama më duket, unë për atë votoj. Pse u zgënjej, them drejt. U zgënjej. Faleminderit ka raportuar se Berisha si është rrëzuar në ngrada. Çfarë mendoni për këtë? Edhe ka mundësi. Edhe ka mundësi. Pse mos e rëzohet? A është ky hapi i parë për të hequr komplet Berishës në ngrada? Jeto bëj një intervistë më e cila nuk jam aq i Okej, pyetjen më të tjerë. A ndikon kjo rezultatin e zgjedhjeve? A jep kjo përparësi po, Berishës? po. Kjo për mendimin tim në mandë A mund të fitojë zgjedhjet? jo. Pse është në ngrada atje, kështu mendoj unë, kjo është të thashë jetë të bëj një intervistë me një nivel shumë të ulët. Nivel të veçarë i kam. Faleminderit, Është mendimi, nuk është se në përgjithësi kam një mendim të specializuar. Mendimi ju që doni kryeministër, kush i pëlqen, kush mendoni se u heqë në vendin? O, të kishtë që është para shumë kosh, ku që t'i bëjmë domethënë që e nxorrën ato në ngrada atje, edhe këtu s'ka kështu. Për ju nga gjithë figurat, edhe këto figurat e reja, kush do ishte kryeministër më i mirë? Ninno incontro, ella posso fare incontro. Po në këtë që kemi, s'ka qenë për të keq në ky. S'ka qenë për të keq. Po na shojnë në Europë, po prapë dhe e besojmë në këtë. Unë të shem të e besu, A po. mendoni se në vërtet të na çojnë në Europë? Do ndërsa Shqipërinë në bëjë? Ta që kështu, përderisa nuk e kundërshtojnë të tjerët, pa të tjerët nuk pa e kundërshtojnë, sa dhe që thëmë të po nuk pa e kundërshtojnë, nuk rrezik që ky po. Faleminderit. Faleminderit ju.